Ishin civila, që vinë bërë në shkollën, kishin makinat e policisë që bërën ekzekutime, që zakonisht vinin natën, edhe neva. Absolutisht se kalon të njëri tjetër. Komplet zonë ushtarake. Po, sepse komplet gjithë zona këtu, ju thash, kjo është zonë shumë, ka qenë zonë shumë sekrete, shumë. Jashtë mazë, do me thënë, duhet kuptoni, një armik, së pari, piketon, qëndën e ndërlidhjes. Ku e ke qëndrat e ndërlidhjes? Se kjo ishte e ministrisë, po ka dhe qëndra të tjera në përrethe që lidhëshin me këtë. Pra, goditishin ato, ndërlidhja, pastaj fillojnë me radhë aviacioni, mbrojtja kundërore. Këto ishin pikat kryesore. Ku e merrte shembullin Shqipëria për sistemin tonë të ndërlidhjes, te kinezët, te rusët? Po, fillimisht kuptohet, jo kaq moderne, fillimisht e morëm nga rusët. Sepse rusët janë si theme, baballarat e ndërlidhjes. Dhe më vonë pastaj kuptohet që u lidhëm me Kinën. Unë di dhe historinë si janë marë, në gjvit janë marë, që është bërë kontrata, sepse fatmirësisht ka qenë të i matë në atë delegacion. Në vitin 1962, nga Shqipëria është një delegacion shumë sekret, ushtarak. Po shumë sekret, që asnjë nuk e bërë mëndë sot. I përbërë kryetar delegacioni ishte Peti Dume. Peti Dume nuk e ka, edhe bilet të gjithë antarët e delegacionit nuk ishin me emrat atyre. Ishin me emra sekret, të dubluar, të sajuar. Dhe me nga $3.000 në gjep, $3.000 të jap të sakta, i kam të dokumentuar këto që them, nga $3.000 në gjep dhe u dha orientimi që rruga që do hikni nuk do jetë nga Rusia. Sepse atëherë rruga kalonte nga Rusia. Sepse rusët na njihnin, i njihnin të gjithë për bërjen e delegacionit që ata shkollën ruse kishin bërë. Baba im dikur ka qenë shefi i transportit gjithë ushtrisë. Prandaj them flas me kompetenca, nuk flas me. Dhe ky delegacion ka ikur nga Italia, ju thash, me emra, me pasaporta falca. I qënë të shteti? Natyrisht i pajisi shteti. Nga Italia, në Kairo, Arabi Saudite, Iran, Pakistan, derisa dolën afër Kinës, që ka ardhur një avion kinez i ka marrë. Së kujtohet tani për momentin shteti, kanë afër Kinës dhe i kanë marrë. Për të mësuar ndërlidhjet? Dhe aty. Për të marrë materiale? Po, aty në përbërje ka qenë edhe shefi ndërlidhjes. Gjithë ushtrisë shqiptare. Dhe që aty janë bërë kontratat si për ndërlidhjen, si për ushtrin, tanket, si për raketat, si për makinat. Pra, për transportin e ushtrisë. Si për gjenjon, si për kimin. Ishin gjithë drejtorat, të gjithë drejtorat. Këtë e di mirë, sepse ne kemi qenë Kavariçens, kur e thirrën babën tim. E keni kujtim nga babai? Po, këto që ju them i di mirë. Dhe që aty ka filluar, domethënë, Kina, pajisjet, furnizimin me pjesë të ushtrisë. Pra, gjitha këto ishte edhe sistemi kinez, po edhe pajisjet? Normal, sistemi kinez i dha shumë përparësi. Shumë përparësi, sepse shikoni, u ndërtuar në gjithë aparatura që erdhën më vonë, erdhën kineze. Ku do vijojmë tani? Tani, këtu kemi tunelin tjetër, që quhet tuneli Radybero. Tani këtu është tuneli Radybero. Që qenë ka i pak se sushëm, më nuk më të fundesh.
Duke qenë se tuneli është tërësisht I paksesueshëm dhe ne nuk futemi do të themi disa detaje këtu. Tani ky është tuneli më kryesori dhe më sekreti. Pse? Ky quhet tuneli radiobyro. Në këtë tunel futesh brenda janë 3 salla. Ka qenë 3 salla. Të treja të mbushura me aparatura marse. Po marsa shumë të fuqishëm. Të kohës. Natyrisht me taston, plus që kishte edhe aparate për fuqinë, për të rritur fuqinë e sinjalit. Dhe çdo mars, vajni mend të, çdo mars I takonte një divizioni. Dikur ishin 22 divizione, ishin 22 marsa në dispozicion, plus 8-10 që ishin rezervë, në rast dëmtimi. Dhe pastaj divizionet u ulën, por gjithmonë kjo ngelet, a pjesa tjetër kaloi me çaqur jo brigadat e këmbësorisë, këto. Po kryesorja ishin divizionet. Dhe duhet dim që ministria në rast lufte, drejtuesit e ministrisë në rast lufte, nga qendra në Tiranë, vinin këtu dhe këtu e kishin, këtu do hanin, këtu do pinin, këtu do flinin, këtu do komandonin. Të gjitha bëheshin këtu. Atje ke bunkarti I madh ishte byroja politike, ishte futeshin dhe anëtarë të komitetit qendror atëherë, kurse kjo ishte për komandat. Se duhet bëjmë dallimin, njerëzit duhet dinë që është veç ana civile, byroja politike dhe veç ana ushtarake, që drejtohej direkt nga komandanti I përgjithshëm. Ju futeshit atëherë këtu? Po patjetër bënin prova. Bënit prova. Këtu bënin prova. Këtu çdo në orën 8, siç u thash, mëngjes dhe çdo 8 mazite në kohë paqe ne bënim vetëm takimin. Takim quhet kur unë bëj provën me tasta që ai më jep, më nxjerr sinjal atje, qofse unë do ta lidh antenën atje, ke dhënë sa të lartë që duhet t'ja tregoj më vonë. Kjo është specifika e saj. Pra, në përgjithësi, themi që kjo ka qenë shumë sekrete. Edhe pozicionimi vetë I kësaj që shikoni, siç e shpjegova që ka qenë gjithë komanda, gjithë reparte ushtarake të nivelit lartë, jo reparte do kudo. Atje poshtë ka qenë baza armatës, grupimi 326 I Ministrisë Mbrojtjes, 324 I sigurimit shtetit, janë shumë, shkolla diplomatëve. Po këto dhomat këtu? Këto dhomat këtu kanë qenë depo me furnizimi. Depo armësh? Depo armës, depo magazinimi për ushtarët dhe ajo që duket përballë deri atje ka qenë qendra ku riparoheshin aparaturat. Nga defekte, I paronin vetë, nuk I nxirrnin. Pse nuk nxirreshin? S'duhet nxirren sepse duhet ishte brenda stafit, se një tjetër nuk I diej. Mund të spiononte. Jo, po është një gjë, ti mund të japësh, mund të fusësh në aparatur një kod shifrimi, një kondensator. Ai kondensator për çfarë mund të? Tepër, për çfarë? Nuk I diej. Gjithmonë në ushtri ka qenë siguria. Sekreti. Tani ku do shkojmë? Tani nga këtu do shkojmë dhënsat, që janë lartë. Se u thash që dhënsat duhet të rrinin 1.2 deri 1.5 kilometra larg në vijë ajrore, larg masave. Për efekt eliminimi zhurmës në marsa. Në marrjen e sinjalit. Ta shikojmë dhe atë atëherë. Pse quhej zonë shumë sekrete kjo e zonës Malit Detajt? Rëndësia ishte se ishte qendra ndërlidhjes. Po. E para, e dyta, qendra ndërlidhjes duhet të ruajtur. Në mënyrë më perfekte. Dhe u zgjodh pikërisht një vend midis shumë komandave dhe shumë reparteve. Siç u shpjegova atje poshtë, ishin shumë komanda, që nga Marina, që nga reparti I Ministrisë Brendshme. Fillojnë pjesa këtej, kemi lokacionin, kemi kimin, uzinët tankeve, më poshtë, gjenjën atje sipër, topografia ushtarake, ajo
Pra, mendo vetëm kaq. Sa reparte janë në një gjatësi që sa mund të jetë 5 kilometra po e marrin kështu dhe 3 kilometra kështu. Qartë. Çfarë përqendrimi të madh ushtarak kishte. Dhe në funksion të këtyre, domethënë mund të qenë këtyre pikërisht qendra e ndërlidhjes. Po. Qendra e ndërlidhjes është për nga Qendra këtej. e ndërlidhjes dhënsat, këtu janë dhënsat. Po. Poshtë, siç u thash, ishin marsat, këtu janë dhënsat. Kështu ka qenë rruga dikur? Jo, rruga ka qenë më e mirë. Më e mirë? Më e mirë, por ka ishte një gjë. Në dimër edhe kjo bëhet i çike vështirë. Këtu jemi rrëz Malidajtit, Dëtë më ndaj. Këtu është quajtur kompania e dhënsave. Kjo është më kryesorja. Se me Mars mund të marrësh atë me një radiodore mund të kapësh sinjal. Dhe me radiodore. Problemi është kjo dhënia. Dhënia është domosdoshme. Nuk çon gjë. Mund të marrësh, po ti nuk je bjë. Kemi këtë tunele park këtu. Shikoni? Këtu ka qenë një gjenerator kinez shumë i fuqishëm. Po kur them shumë i fuqishëm, ai mbante një fshat, po themi një lagje të Tiranës me drita. Po themi një lagje të dikushme, jo sot, se sot është, ose qytet në, po themi Vorën, dikur e mbante me drita, ky gjenerator. Ka që fuqishëm ishte, që kur hiknin dritat, direkt futej në punë ky, edhe ushqente gjithë stacionet. Atje. Aty ka qenë zyrat. Klasa, fjetorja, dhoma oficerit të rojës, menca, gjitha këtu, shkatëruar çdo gjë, siç shikoni, që të djem gjëna. Ju atëherë e mendonit luftën? Do me thënë, ju bënit prova për luftë, për vetë e mendonit? Vetëm për luftë mendoje. Jo, e mendoje ti në vetë, do me thënë. Po, shiko, e mendoje se mendoje ti, mendo vetëm kaq. Kur ai ti jep një armë që e ka qitjen efektive 200 metra, kush është më i rrezikuar? Ai që e ka efektive 800 metra, apo ai që e ka 200 metra? Ne ishim të destinuar të transmetorin deri në 200 metra. Ta shikoni marrë mikën 200 metra, do me ishme me transmetimin. Kur ai fillonte, që hynte në grykën automatikut ton, atëre fillonte pastaj. Jo, e kam fjalën edhe për përgatitje psikologjike, do me thënë ti e mendoje